Përshëndetje miq, uroj të jeni mirë dhe mirë se erdhët në kanalin tim. Unë jam Mandalina nga sofra ime. Sot kam përgatitur kulaçin ton të preferuar në familje. Nuk e dia e keni provuar, por jam e bindur që do bëhet i preferuar juaj, kështu që qëndroni me mua ta përgatisim bashk. Në një enë do shtojmë 500 gram kos, 2 vezë, nëse i keni vezë fshati akoma më mirë, një gjysmë lugë çaji me krip dhe përbërësit do t'i përzjem shumë mirë. Dua t'ju kujtoj se nëse jeni i ri në kanalin tim, ju ftoj të hidhni një sy recetave të mia dhe nëse ato ju pëlqejnë, mos harroni të bëni subscribe dhe të shtypni butonin e ziles. Kam shtuar 600 gram miell gruri, një plur fryrës ose një lugë çaji sot, 30 ml vaj ose 2 lugë, dhe do vazhdojmë përzierjen e masës që jemi duke përgatitur. Nëse nuk jeni të sigurt se sa përthithës është mielli, mund ta shtoni atë pak e nga pak. Unë përgatis gjithmonë të njëjtën tavë dhe i kam masat shumë të qarta dhe shumë të vendosura. Do shtojmë një lugë çaji me rigon, 150 gram djath të bardh, mund të shtoni çfarëdo lloj djathi që ju preferoni ose ju gjendet në shtëpi. Do vazhdojmë përzierjen akoma derisa të bëhet një masë e njëtrajtshme. Tavën do ta lyejm me vaj ose me gjalp sipas dëshirës dhe do vendosim masën në të. Dua të theksoj që tava që kam përdorur është me diametër 26 cm, që të keni parasysh edhe kur ta përgatisni në shtëpi tuaj. E hapim shumë mirë në këtë mënyrë. Nëse dëshironi, në sipërfaqe mund të shtoni edhe fara susamin, por unë doja që ta bëja më thjesht sa në mënyrë që të marr atë aromën e rigonit pas pjekjes. I japim formën kështu me piru, si po shihni tani në video. Kjo është sipas dëshirës. Shtojmë pak vaj ulliri në sipërfaqe ose edhe gjalp, bëhet shumë e mirë. Dhe e pjekim në 200 gradë në furrë të parangrohur derisa të jetë gati. Mua më mori rreth 40 minuta, pjekja gjithmonë në varësi të sobës që keni. Ky është rezultati pas pjekjes. Shikoni pak se çfarë ngjyre fantastike që ka marrë. E gjithë shtëpia u aromatizua. Ju sugjeroj ta provoni në këtë mënyrë, pasi jo vetëm që është edhe bukë edhe gjellë, por ka një shije shumë të mirë, mund ta shoqëroni me çfarë të dëshironi. Ne e shoqëruam me ullinj shtëpie dhe me të rregjurat që përgatitëm këtë sezon dhe nuk e keni idenë se sa shumë shijon. Si ju duket si recetë? Pres përshtypjen tuaj në koment.